fatmirësisht krejt ideologjit, produktet njerëzore që i ka prodhu mendimi njerëzor si zgjidhje dhe ofertë për njerëzimin kanë falimentu. Edhe komunizmi si produkt njerëzor vetëm ka falimentu me shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik, po edhe ajo që quhet demokraci dhe kapitalizëm, ajo tani në këtë dekadën e fundit, sidomos mas 2001 e këndej, veç shkon të falimentu me luftën në Gaza, veç ma e mori fundin e vetë, se edhe vetë jo muslimanët e perëndimit e panë se demokracia dhe kapitalizmi janë ofertë mashtruese për njerëzimin, në momentin që vjen drejtësia testohet nga ana e tyre, ata bin nga kjo provim, si e dim na gjithë se e gjithë bota, shtetet e shumicës së botës perëndimore ranë në testin e drejtësisë në rastin e Gazës. Edhe për këtë arsye, tani ata që kanë dështuar m'ia imponu sistemin e tyre politik edhe filozofik botës, e luftojnë islamin sepse njerëzit vetë do lipin alternativë, zgjidhje. Edhe islami është e vetmja zgjidhje normale, pa nevojë të sforcimit, me shtyp përpara, vetë imponon dhe elhamdulillah në numri i njerëzve që pranojnë islamin mas luftës së Gazës 2023-2025 është në rritje e sipër, se ata e panë me sytë e ballit se çka bën feja tek një njeri, tek një popull. Çfarë trimnie dhe guzim u jep, dhe ata e frandojnë Allahun të gjitha situatat dhe rrethonat dhe janë gatshëm me dhënë jetën për të fituar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe për këtë arsye, do thotë baza fillon e intensifikon sulmin ndaj thirrjes islame, edhe normalisht ata që përfitojnë prej tyre në vendet tona bëhen altoparlanti i tyre dhe vazhdojnë me përcjell mesazhin e tyre urrejtës kundër islamit dhe thirrjes islame. Për këtë arsye, ne duhet edhe ma tepër me rrit intensitetin e thirrjes tonë, duke filluar prej njerëzve që i njohim. Mi fol për vlerat e islamit dhe nevojën që ka çdo njeri e mos flasim pastaj për vendin tonë dhe popullin tonë për islam. Se këto probleme dhe ngërçe politike dhe ekonomike që i kemi na këtu në Ballkan, e shqiptarët në veçanti, nuk munden më u zgjidh nëse ngelet islami larg jetës sonë. Islami është mekanizmi më i mirë, më i fortë dhe më i lehtë për ta ndryshuar gjendjen e shoqërive tona.